Islami është dashuri. Është kënaqësi të flasësh për këtë sistem të përkryer, i cili është platformë dhe zgjidhje për mbar njerëzimin. Që të rret të gjithë, pa përjashtim, që ta adhurojnë një krijues i cili krijoi çdo gjë me saktësi dhe dashuri. Islami në tërësi thërret në paqe dhe dashuri. Andaj Muhamedi alayhis salam thotë: "Jepni selam, paqja qoftë mbi ju, mes veti, do të duheni." Islami dhe dashuria janë dy gjëra të pandara nga njëra tjetra, sepse vetë Islami thërret në dashuri, në gjërat e mira, në mendime dhe veprime pozitive. Muhamedi alayhis salam, kur mori vesh se kujshiu i tij hebre nuk kishte ushqim tek familja e tij, ai ndau gjysmën e bukës dhe ushqimit në shtëpinë e tij për t'ia dërguar këtij kujshiut, sepse ai i donte njerëzit pa marrë parasysh besimin që kishin. Pra, edhe pse ishte i një konfesioni tjetër, i shikonte ata me syrin e mëshirës, sepse vetë ishte dërguar si mëshirë për të mbar njerëzimin. Martin Luther Kingu në disa nga ligjërimet e tij thoshte: "Duani armiqtë tuaj." Muhamedi alayhis salam u gjuajt me gur në qytetin Taif, por asnjëherë nuk mori hak, por lutej me dashuri, edhe për ata që gjuajten me gur. Lutej që Zoti i gjithësisë t'i mëshiroj dhe t'i udhëzoj ka e vërteta. Po ashtu kemi ngjarjen e dhimbshme mbi pejgamberin Jusuf alayhis salam, i cili nga vëllezërit e tij u injorua. Nga xhelozia që kishin për Jusufin alayhis salam, e hodhën në bunar me arsyeën se babai i tyre Jakubi alayhis salam kishte dashuri më shumë për Jusufin alayhis salam se sa për djemt të tjerë të rritur. Ata e dënuan me ignorancë dhe hile, por prap Jusufi alayhis salam u aktheu me dashuri, me shirë dhe pa akmarrje, edhe pse Allahu i gjithësisë e ngriti në pushtet të lartë ministror. Kurani tregon për dashurinë e pejgamberit Jakub alayhis salam dhe djalit të tij Jusufit alayhis salam. Një ashtu dhe dashurinë e Jusufit alayhis salam ndaj babait, vëllezërve si dhe vëllait të tij të vogël Benjaminit. Ai, Jakubi, tha: "Unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim ja parashtroj Allahut. E unë e di për Allahun atë që ju nuk e dini." Jakubi u tha të bijve të vetë: "O bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllain e tij. E mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse vetëm populli jo besimtar e humb shpresën e Allahun." E kur hyn tek ai, i than: "O ti zotëri, neve dhe familjen ton na ka goditur skamje vështirë. E kemi ardhur me një mall të vjetër, e ti pra na mbush masën baren dhe na dhuro, Allahu i shpërblen ata që dhurojnë." Ai Jusufi tha: "A e dini çka keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit ignorant?" Ata thanë: "A ti e vetë Jusufi?" Ai tha: "Unë jam Jusufi, e ky është vëllai im. Allahu na dhuroi shpëtimin, sepse ai që ruhet dhe duron, s'ka dyshim se Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve." Ata thanë: "Pashallahun, vërtet Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtor." Ai tha: "Sot s'ka qërtim kundër jush, Allahu ju falt juve, ai është mëshirues i mëshiruesve. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidheni atë mbi fytyrën e babait tim, e atij do t'i kthehet e pamurit. E pastaj e jani tek unë me tër familjen time." Jusufi alayhis salam, edhe pse u la në mes të rrugës nga vëllezërit e tij, kaloi shumë kohë dhe Allahu i gjithësisë i dha pozitë të lartë, ai asesi nuk u bë indiferent, por me mëshirë. Ju ofroi atyre dashuri dhe afërsi. Me dashuri dhe në dashuri thërret ky Islam i bukur, ku nënën e baban na urdhëron t'i duam, për ta të sakrifikojmë ashtu siç ata për ne në veçgjeli u kujdesëm. Me dashuri, ky Islam na mëson ta duam atë dheun. Ishte viti 622 kur Muhamedi alayhis salam bashkë me besimtarët e tjerë u dëbua nga toka e tyre, nga vetlindja e tyre u dëbua nga njerëzit e tyre që ishin me besim të gabuar. Ta me dhimbje e ndjejnë largimin dhe dashuria për atë dheun e tyre asnjëherë nuk u hiqin nga mendja. Shumë poet musliman e trajtuan Islamin dhe thanë se ai flet për dashuri dhe thirrën në dashuri e ndjeshmëri. Poeti Xhelaluddin Rumiu është një art i gjallë, thoshte Reinhardi. Ku në gjirin e tij rreth një zemër poeti, një poet i zemrës si Mavlana, është lidhur drejt me dritën e njësisë, të Allahut, i cili është dritë mbi dritë. Vetëm me këtë dritë njerëzimit, në përgjithësi i qelën sytë.
Vetëm me këtë dritë, shqiptarët e veçanti kanë mungrit, vetëm në dritë dhe dashuri hynore të gjithë do kordin fitore. Kur e kishim pyet me flanën, çka është dashuria hynore, ai është përgjigjur: "Bëu si unë dhe shihe." Romeo në një poezi të tij shprehet: "Si mund ta shoh unë dot çka më para pas, nëse drita të dashurit s'më ndrit para e pas." Muslimanët paraqitën model edukimi dhe dashurie edhe ndaj racave të tjera, duke mos bërë dallime racore. Ata zgjodhen Bilalin R.A. Muezinin, thirrësinë e parë të ezanit, për t'i lajmëruar njerëzit për namaz. Ata kishin dashuri për të gjithë dhe nuk urenin askënd. Islami është dashuri, sepse përmes dashurisë ne do u tregojmë të vërtetën të tjerëve. Edhe prej urtësive të thirrësit duhet të jetë dashuria dhe maturia në thirrje. Në lidhje me këtë, Allahu i Gjithësisë na lajmëron në Kur'an: "Ti Muhammed, thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata kundërshtarët me mënyrën më të mirë. Zoti yt është ai që e di më mirë atë që është larguar nga rruga e tij, dhe ai di më së miri për të udhëzuarit." Pra, duhet butësi dhe dashuri, sepse kështu na mëson Allahu i Gjithësisë në Kur'an. Ti ishe i butë ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë. Sikur të ishe i vrasht e zemërfort, ata do të shkapërdredheshin prej teje. Andaj ti fal atyre dhe kërkon ndjes për ta. E konsultohu me ta në të gjitha çështjet. Ne duhet t'ua prezantojmë me butësi dhe dashuri Islamin të tjerëve dhe jo me ulërima dhe bërtima. E as me tone arrogante siç bëjnë disa ligjërues dhe predikues amator. Duhet pasu kujdes dhe maturi në të folur, sepse çka del nga zemra godet në zemër. Muhamedi alayhis salam thoshte: "Devotshmëria është këtu", dhe bënte me shenjë drejtim të zemrës. Muhamedi alayhis salam i tha Muadh ibn Gjebelit, Ra, para se të shkonte në Gjemen: "O Muadh, të dua shumë." Pra, para se të nisej në misionin si ambasador i Islamit, ai u këshillua dhe u trajtua me dashuri.